Verzion befasues si një prokurori në gjykatën speciale. Prokurori Matt Halling nisi të flasë sikur kishte zbuluar se tha që ja kishte fshehur realitetin nga ish-ndihmësi i sekretarit amerikan të shtetit James Rubin dhe ish-komandanti i lartë i NATO-s Wesley Clark. Por përgjigja që morin nga avukatët e befasoi atë dhe trupin gjykues. Ajo që nuk kuptojnë James Rubin, Wesley Clark dhe ndërkombëtarët të tjerë, është që Thaçi ishte jaftë të maskonte atë çka po ndodhte në realitet. Dhe kjo ndikoi në botkuptimin e tyre për të kuptuar vërtet se si funksionon TUÇK-ja. Veçanërisht Rubin dhe Clark treguan që nuk kishin kurrfarë interesi për të kuptuar çfarë ndodhte në realitet. Dhe besonin se puna e tyre ishte në duhur të historisë. Këtë deklaratë e ka shpërndar pastaj edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, duke shkruar: "Çfarë idioti ndërkombëtar." Diçka shumë interesante. Unë do ta perifrazoj atë që thaj. Po në thelb, ai tha se ndërkombëtarët Jamie Rubin, Wesley Clark u mashtruan për një 29 vjeçari siç ishte Hashim Thaçi. Vërtet e besoni ju këtë? Kemi një zotëri këtu që dikur ishte student, ka kaluar kohë në Zvicër dhe ky person u hodhi syve këtyre personave kaq të nderuar? Sigurisht që jo, sepse këto komente tregojnë arrogancë, mungesë respekti, e cili në fakt ka qenë e pranishme në këtë gjykim qysh prej fillimit. Të rrëzosh me njëherë përvojat të shmit e këtyre profesionistëve me përvojë, të cilët e kanë pasur për detyrë të shkonin, të analizonin, të vlerësonin situatat, të shikonin ngjarjet në mënyrë që të ruanin sigurinë ndërkombëtare, është e pabesueshme. Është e gabuar, edhe në fakt për mua është një gjest të shpërimi. Nuk është për të habitur që qeverit dyshojnë tashmë në besueshmërinë e tribunaleve ndërkombëtare, se kur vetë profesionistët e tyre dalin para tribunit gjykues tregojnë çfarë ka ndodhur dhe deklaratat e tyre hidhen poshtë nga persona që as nuk kanë qenë të pranishëm në vendin përkatës, kjo është një çështje shumë problematike. Është e rëndësishme që t'i kujtojmë vetes rëndësinë e këtyre dëshmitarëve. Mund mos ju pëlqejnë, as nuk ka pse t'ju pëlqejnë. Mund mos i respektoni dëshmitarët ndërkombëtar si individ, dhe as nuk keni pse ta bëni këtë, por duhet të respektoni rolin që kanë pasur, profesionet e tyre edhe shtetet që përfaqësojnë, qeverinë e Shteteve të Bashkuara, Britaniken, NATO, edhe Kombet e Bashkuara. Këta persona nuk erdhën këtu në cilësinë e personave privat për të thënë, po kështu e mendoj unë diçka. Folën me ju, folën për ju, në emër apo në bazuar në përvojat e tyre dhe veçanërisht në emër të institucioneve që përfaqësonin. Përndryshe, se duhet të merrni autorizim për këta persona që të flisnin, sepse informacioni që kanë këta persona i përket institucioneve përkatëse. Pra, kur ju dhanë këndvështrimet e tyre, ishin të matura. Këndvështrimet e tyre ishin produkt i bashkëpunimit